Dhe jemi krenar për fanellën, por shpresojmë të jemi më krenar për rezultatin fushë dhe pse jo të arrijmë deri te trofe. Çoç dihet që futbollistët janë pak lëvizur. Janë, që janë? Kemi dëgjuar nga të tjerët. E ka kriju besimin? Ja ke Instagramin? Ku e njohur ti me Arditin? Çfarë ke ti? Ku jam njohur. Stadium? I thash, kujdes pak januar punë këtu futen. Arditi shika! No ball! Alfa, për ulemi para Arditit! Ja ku jemi pra miq që filluam ndryshe me uniformën e re të ekipit Soka Albania, me fytyrën e re që do të tregojë në fushë për europianen e minifutbollit që bëhet në Shqipëri. Jam me kapitenin Endrit Kaca, si duket hera parë që tregojmë fanellën publikisht. Po normalisht është kënaqësi e veçantë kur prezantohet fanella, aq më tepër që kjo do jetë fanella që do lozim në europian. Dhe shpresojmë që siç është kjo fanellë kaq e bukur të japim edhe ne rezultate sa më të mira. Tani unë po marr fanellën e tretë, gjithmonë nuk kam mbajt fanellën e tretë, se mendoj që ka më shumë fat kjo e zezat e kombëtare. Uroj që edhe për ju të jetë me fat kjo ngjyrë, siç ka qenë për kombëtaren e madhe. Shpresojmë që të treja ngjyrat jenë me fat. Cili është detaji më i bukur që shikon te fanella që keni veshur? Fanella, po ta shikojmë ka shumë detaje, nga ato patriotike, te detajet pak moderne, një stilimi i veçantë dhe është shumë e bukur mendoj. Keni dhe logon e re apo jo? Edhe kjo logo është po ashtu e re për ekipin. Po, logoja është me Sokan, me shqiponjën, që na përfaqëson si komb, edhe uniforma me të dyja kokët e shqiponjës si flamuri kombëtar. Mbaj mend Mjeshtri Lucaj, i cili ka bërë dizajnin e këtyre, që tha jam krenar kur ti shoh. Besoj do ishe krenar, ta shikonte sa bukur i kanë dalë, por më krenar do jeni ju që këtë fanellë ta bëni të triumfojë te ky turne apo jo? Patjetër, ne do jemi krenar për fanellën, por shpresojmë të jemi më krenar për rezultatin fushë dhe pse jo të arrijmë deri te trofe. Tani Europiani mbahet fillon në datën 20 maj dhe mbaron 24 maj apo jo? Po. Premtimi jot nëse fitoni. Nëse fitojmë, atëherë personalisht uniformën do ta jap. Do më japësh uniformë me firmë. Me firmë nga gjithë sportistët. Por unë tani do bëj diçka tjetër, do marr 3 fanella, do dalë në fshesh dhe do ju shpërndaj. Por aty që di më shumë nga Soka. Je dakord me mendimin tim? Një ide interesante. Ta shohim kush do i marrë. Besharrova, jo vetëm do i dhuroj fanellët, por edhe për ju që i pëlqeni dhe doni t'i bleni në çfarë do lloj ngjyre, atëherë keni online ose tek dyqanet fizik dhe të Fortit. Tani, unë nuk jam më Flori, unë jam Albani, maskota e kombëtare që do shpërndaj fanella në për Tiranë, të shohim kush do e fitoj. Ku janë njerëzit? Unë kam ardhur të jap fanellat e reja të ekipit Soka që do të luajë në Europianin në Tiranë. Kush do të fitoj, kush do të meritoj, janë kaq të bukura për të fituar, ta shohim pak. Hello. It's okay, dua shoh pak lojën, okay? It's okay. Hello. Hello. How are you? Italy. Italy. Can we take a photo? Yeah, for sure. Oh, no photo anymore. Foto. Bene, facciamo insieme. Vai. Me mikun tim italian që nuk shkojnë botëror, you didn't go in World Cup, yeah? Ah. We are a shit. Italia nuk shkojnë botëror, po ti mund të vish europianin mini futbollit, okay? Okay. Okay. Ciao amici. Thank you. Ciao. Si ke emrin? Lionel. Lionel. Ti je tifoz me Shqipërinë? A njeh kush jam unë? Jo. Jam Albani. Shikoj emrin? Unë jam Albani, jam maskota e Europianit Soka i do të mbahet në Tiranë. A e diti në çfarë date fillon Europiani? Po. Kur? 20 maj. Okej, dhe kur mbaron? 24. Bravo! Ti fitove një fanell të kombëtarës Soka që sapo ka dalë. Një fanell. Ciao. Where are you from? From France. From France. Yeah. Ju jeni gjelat, ne jemi shqiponjat.
Shumë ekipe europiane do vinë se mbahet europiani në Tiranë në maj. O Floro, ti je? Po unë jam o burr. Po folën burr. Ne kena respekt krejt si çuna. Rrofsh. Trujt zotit. Sot jam Alban, jam shndruar në Alban. Po ta më pra shkon. Na ke bo zemër normal. Këtë vit mbahet europiani mini futbollit në Tiranë. Po. Edhe do të jenë ekipet nga gjithë Europa se normal europiani. Po. A do të jesh edhe ti në datë 20 maj aty? Po pse jo më Floro? Ne jena patriot në për këto muj vim këne e lus. Where are you from? Italy. Italy. Which city in Italy? Naples. Napoli. Gonzalo Higuain. Pse? Jam këtu me dy çuna që do provojnë të fitojnë një fanellë të kombëtarës Soka. Duhet gjeni pyetjet që kam unë. Atëherë, e njihni kombëtarës Soka të mini futbollit? Por se njoh. E njihni? Cila është arritja më e madhe që ka patur kombëtarja në botëror? Ka kalu grupet, po deri ku ka shku? Ka shku der në 16-shë. Jo. Po përgjigja nuk e gjetën. Vjen keq, ka shku deri në çerek finale. Der në çerek finale. Pyetja tjetër mund ta fitosh ti. Hajde. Me sa veta luhet mini futbolli? 6. Me 6. E gjeti, bravo. Ti e di që europiani mbahet në Shqipëri këtë vit? Por E ke dëgju? Mos më qesh kot. Herë datë 20 maj mbahet në Tiranë dhe ti do vish me mua tani që ti kim tani te fusha ku do luhet, te stadiumi, që do bëhet gati, do jesh shumë bukur aty. Prandaj unë sugjeroj të vish, pse mos vish? pa ikim më. Ti e ndjek futbollin. O, po të shko ka burr, a? O, mor burr. Të shko ka vërtet, atë pëlqen. Bukur. Si duket fanella? Si duket fanella? Bukur fare. Pëlqen? Por Atëherë me që ti e more, shokët e tu mund ta blejnë online ose dyqanet fizike të këtë Fortit, okay? po. Ma e dorën? Gjupi për marruse, do marrë unë gjë. Ciao. Ka mbetur edhe një fanell. Kush do ta ketë fatin ta marri ngjyrën e zezë që për mua ishte edhe më bukur, por ta shohim cili do ta meritoj. Ta shohim kush do ta marri fanellën tjetër. Pse ikën? Jo, do ikë se kam punë. Se ke punë, apo pa dhe punë ashtu. Jeta shqiponjave është pak e vështirë. Duket. Ciao. Goca, shihni futboll? Jo, se kam aperin fare. Jo? Po pse jo? Po sikur t'ju dhuroj një fanellë kombëtare zë, pëlqente? Po. Po, e shikoj që kur doni e pëlqeni futbollin, Se kishim marrë. por një premtim. Nëse unë ju jap fanellën, ju duhet vini dhe të shikoni Europianin datë 20 maj, apo jo? Me këtë fanellë. Me këtë fanellë? Po. Po se diku t'jap se ka vetëm një, apo do bëni çifta tek. Po e lëm i ditun i di shoqja. Të shko ka? Shife? Mendoni që i shko, bëra mirë që a dhash. Qa ka? Me cilin numër është mbrapa? Nuk ka numër, më t'ja vesh vetë një numër. Para. Ka vetëm është uniforme Soka, që ka dalë tani shitje. Do më thënë mund ta blesh fizikisht ose online. Kjo ka dalë tani shitje, ti e para që e provon nga goca. Okej? Ja pra dhe fanellat i dhuruam, tani ata që duan t'i blejnë me që i pëlqyen i gjeni online ose tek dyqanet e të Fortit, vazhdojnë ndiqni Andal në YouTube për më shumë prodhime dhe gjëra të bukura. Takohemi në studio tani. Ciao nga Albani! Mirë dhe tani jemi studio me Manthon, i cili këtë javë ka arritur 2 fitore madhështore, një me Realin dhe një me Partizanin. Si ndihesh, Manthon? Ka mundësi të mi lësh ironi, të lutem shumë se jam në hall, jam stres, jam problemet e mia, mbledh sekretet e mia. Pse e kështu e fikur? Të kemi ftuar sot, Flor? Kemi Vjosana Nozllakun, një si ne bën një podcast, ka punuar në kampionatin shqiptar, gazetare prej vitesh, kështu që për të folur pak për kampionatin, por tani të lidhe pak rrugët me Shkodrën pak më tepër, por ta shohim. Njerë faleminderit për ftesën, këtu ka një energji shumë pozitive. E ka kjo vile, e ka me Kështu të që Na i bëri qokën. yes, shumë nice, më pëlqen. Tani energji pozitive thua ti, po unë kam i pyetje që më brengon. Ha një herë. Pse na vjen me Vjosana Nozllaku? Duhet vjen me një, s'duhet na vjen si Vjosana Krymi mi kesha ime. Ati, kalon etapat para kohë. Se kam bërë akoma celebrimin, kur ta bëj? Ndoshta. Ah, si ne celebru akoma. Akoma. Qa po pret ardit? Fitë kampionatin. Aha, që pas ka një E kapëm lajmi këtë vit Vjosana gati për celebrimin. Do më thënë tja dhe fitore, në? Vllaznia e mori vlla. E këti mendimi apo si? Inshallah. Vjosana, si duket kampionati deri tani? Besoj mirë se Vllaznia është vendin e parë, ekipi që ti ndjek më shumë tani, por një panoramë gjithë kampionatit. Atëherë, kampionati, siç e shihni, 4 vendet e para janë shumë afër me bim njëra tjetrën, nuk është se ka ndonjë diferencë
shumë të madhe. Për Partizani me vendin e parë, normal. Vllaznia është çik hap bukë në vete. Okej, por 3 pikë janë. Po, 3 pikë nuk janë shumë. Kështu që duhet deri në fund, se janë dhe 3 ndeshje në fund për të luajtur në Final Four, nuk e dihet kur. Vllaznia duhet të qëndrojë me këmbë në tokë, sepse e kanë çik të euforinë që sa fitojnë disa ndeshje ose ecin me atë idenë që do fitojmë kampionatin. Gjë e mirë është që të ecim me atë ide, por që duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë për të arritur objektivat deri në fund. Se ka gjysmë shekulli që i mungon titulli dhe tani që jam afër vllaznisë e kuptoj se sa i duhet ai titull. Tani je tifoze me vllaznin? Apo je thjesht për shkak të dashurisë tënde tjetër? Kjo dyta absolutisht po. Ja kam thënë dhe Arditit, jam tifoze, domethënë ndjek vllaznin sepse je ti aty. Je tifoz personale Arditit. Pa pse të një ekip tjetër, dhe është pa ekip tjetër. Po. Pra nuk qen ka tifoz me vllaznin në thelb, në Jo, në thelb, jo. Shkon aty ndjen prapë ekip. Ti je gocë kryeqytetit? Unë jam gocë kryeqytetit, po. Po jam të ngjyrë të kuqe. Komplimentet e mia me kesha ime, duket që je një vajzë me shumë shije. Ashtu. Duket që je vajzë me shije. Mirë. Si mendon ti Flora? Po tjetë Vllaznia dhe Partizani pra, në një finale hipotetike. Cikë do dohet ta fiton? Absolutisht vllaznia, po na duan në vllaj ekonomia të fletë. Sinqeriteti me të gjitha. Pa Google Mira nga Shkodra. Ishte edhe përtimin celebrimit nga rroba. Po, fjalë për se ka shumë përmitime, se dojmë kampionatin herë. Hiqe faktin që ti do Vllaznia, por cilë ekip binte më shumë? Tani, më shumë stabilitet ka pasur Vllaznia. Ka qenë në krye të kampionatit disa javë rresht, gjithashtu më pëlqen Elbasani, nuk më pëlqen. Domethënë Egnatia nuk është ashtu aty ku ka qenë në vitet e kaluara, në sezonet e kaluara. Po, edhe Dinamo gjithashtu që ka uljet e veta këtë fund sezoni, nuk po e kuptojmë se çfarë stabiliteti ka dhe do mbaj, por që deri tani sipas në bazë të lojës, në bazë të rezultateve, në bazë të shumë statistikave Vllaznia e meriton. Pra unë duhet të them që u bën gjithë komponentët bashkë, pra u bën një skuadër shumë e fortë me një trajner shumë të mirë, apo ndoshta janë rivalët më të dobët? Unë mendoj se u bën një skuadër e fortë me gjithë komponentët e saj. Kush ka surprizuar por këtë sezon? Portieri Elbasanit, ndjes Janaçeku. Po. Janaçeku qëndron si argument. Mbrojtje. Për fat keq i dëmtuar tani, po prap. Po. Mos më zgënje Po më këtu. tho, po pyet vetën? Ta di, nëse pyet. Por mu është Gjini pa pikë diskutimi fare. Gjini e vërtet po. E shef, ja, për reagimin? Shikoj që ndikove. Gjini vlla, po. e pash, e shifshe Gjinin në stadium ishte i frikshëm su karote nga askush. Jo, shumë e vërtet. Gjini është një nga lojtarët më të mirë mbrojtje, shumë e vërtet. E shef mikuin? Te mes fusha do jetë pak problem. Gjini ishte i frikshëm vlla. Jo, Gjini është super. 2 metra lojtare si ikshe dot sa do t'i boshe. Mes fush. Krymi. Këtu është subjektive. Jo, nuk është fare. Këtu është subjektive. Këtu është subjektive. Ma thuj më një tjetër, unë tani nuk po flas fare me zemër këtu. Po flas si gazetare. Këtu është subjektive më miku jem. Ua, si t'jam po shumë mendje. Mes fush. Po ku di unë do risha ke Aleksi. Do risha tek Humanin pëlqen shumë, po është në tipare sulmuese. Është. Po pra. Pse s'ri me Kallakun ti po ri me Krymin? Po, edhe Kallaku. Po dëgjoj tani. Krymi është me shfrytëndra. Po. E pra. Shef. Ardit. Kallaku është fantazist, po, është. Edhe ai lojtar shumë i mirë. Arditin. Nuk e ndrojmë. Po në sulm. Në sulm. Kemi pak këngë bomberën. Kush është më shumë? Bale, Bale është më shumë. Po prapë s'm pëlqen shumë ai Bale, me thënë vërtetën. Ti mos e komento, po. po. Sulm. Jo. Tani është goleshënuesi i kampionatit shqiptar, kështu që po se shumica e penallti ka po ha. Ndeshjet e fundit do them Doda. Po, vlen se argument se ka bërë 2 ndeshje vendimtare, 2 ndeshje vendimtare. Prit tani. Do e lësh Dodajn. Do e lësh Dodajn para Lethis, se shumë burin Lajthin për këtë sezon, të Elbasanit. Po edhe Lajthia në fakt, po, nuk duhet lënë anash. Por ti preferon Dodajn? Po, preferoj Doda, nuk. Po preferoj lojtare që i ka gëzuar golat më shumë kur i ka bërë tani, me thënë drejtën. Mi dakord. Ti ke vite që ndjek kampionatin shqiptar, Po. edhe nga afër stadiume e ke parë, si duket niveli i kampionatit vit pas viti? Apo vetë ky ndryshimi i formulave që ndodh Final Four-i që tani ka ndryshuar prap? Tani flasim për infrastrukturën, mendoj që është në vend. Është rregulluar për mirë, po. Është në vend. Mos e dëshoj. Mirë, është rregulluar për mirë tek disa skuadra, po, Partizani po ka bërë super infrastrukturë, Elbasani gjithashtu, Egnatia gjithashtu.
Ka ekipe që kanë ngelur akoma në vend për infrastrukturën, flasim. Nuk mjafton vetëm stadiumi, mjafton edhe fushat e stërvitjes. Edhe mos flasim Gjithë ambientin, pastaj, Hotelet e... por që për nivelin e kampionatit, unë mendoj që nuk është se jemi në rritje, jemi një nga kampionatet që shënojmë më pak gola. Dhe kjo është një nga gjërat që ne na pengon shumë në ndeshje, kemi shumë pak gola, shumë pak ritëm, janë shumë tralla të ndeshjet e bukura për Kartolin, siç i themi ne. Por mendoj që kemi një kampionat në rënje, jo në rritje. Nuk mjafton vetëm infrastruktura për të rritur. Po pse nuk të dha një frymë pozitive kjo ecuria e Dinamos në Europë për treguar që ne mund të bëjmë mirë? Ku deri në play-off? Play-off Conference League. Çfarë fiton? Po ka shku Skënderbeu. Conference Liga Ishte Skënderbeu i madhërisëm. Conference Liga është Albulena ndërtuar për ekipet, të cilat janë ekipet vogla që luajnë në kompeticion evropian. Jo më kot ka shku Ballkani 1-2 herë. Po çaj duk splitin më shok. Po ç'a ndodhi mbrapa? Gigant Ç'a krah. ndodhi mbrapa? Shikojmë këtë vit se sa do ecin skuadrat tona në Europë. Suksesi i skuadrave shqiptare është të ecin sa më shumë në Europë që të marrin të ardhuar financiarisht. Po, por nuk Sepse presidentët e kanë vërtet shumë të vështirë këtu të financojnë ekipin. Sponsorat janë shumë të vështirë për të gjetur. Që ka ekipe që s'kan asnjë sponsor. Do të thënë, financa duhet jetë baza e një ekipi që të eci. Nëse ti nuk ec mirë në ndeshjet e Europës, po këtë e kanë vetë fajin, pra se të ligjin e sponsorizimit, që e kërkojnë kaq shumë, e trumpetojnë kaq shumë, hyn greve u kthim prapë dhe prapë se kanë marrë ligjin e sponsorizimit. I kanë rrejt me sa vite u bën që i rrejnë. Prapë për ta marrë atë. Po çka kanë lëviz pra kur duk se duan lekë. Është video kot tani. Akoma atë video me ershti, Zamir Mane u përfol vetë tek Tirana. se Florid, në Flor? Diçka po luhet aty, besoj. Kur futet Çfarë po luhet diçka? Çfarë po luhet diçka? Fidel Ylli, kur unë e kisha një intervistë, tha që është, domethënë, gati në miratimin e tij, se dim tani, çojmë. Kështu ka fjalë që ecin. Kështu thon çdo kështu ta çdo zgjedhje. Po sigurt kalojmë te ata që kanë aprovuar ligjin prej kohë, është tek Liga e Kampionëve. Oh, po. Nga këtu shkove këtu. Tani unë më zotim bja kokës sepse zbuluam që Vjosana na qenë nga tifoz kërkë me Me babarezët. me Bayern e Miniut. Si ka mundësi më Unë nuk e vëlla? di nga dolën kaq shumë me Bayern në Shqipëri se vetëm këtë vit. Po Kemi patur 10 veta, 10 gazetar apo ish lojtar që janë me Bayernin. Nuk e dia. Prit. Se shumica Mbaj me tifozë, Xhihanin, mbaj me Sabinën. shumica tifozëve me Bayern janë tifozë nga Gjermania. Okej. Ka të bëjë gjë origjina e bashkëshortit edhe këtu miku im apo Jo, jo? Shkodranët janë me Gjermandi, kjo është... E pra, mos ka ndikuar ai ke ty? Jo, më jo. Nga je me Bayernin ti, nga u bërë me Bayernin ti? Ka qenë babi me Bayernin, familjarisht kemi qenë me A Bayernin mirë, pastaj. i takoka. Kështu që I takoka. Që ka tradit. është tradit. Ju, atë ndeshjen e parë shpëtua për Neuerit se ne patëm shumë raste. Nuk Po, është se ta heq nga porta Neuer. Jo, prit. Në rita jo në presht. Bravo, çdora. Do vrasë Sara për të dorën, po gjithsesi, nuk është fakti që Neuer dominuat. Pra aty shkuam, unë në raste ju bot. Nuk është se jeni shumë diferencë modhe me ne. Nuk është, jo. Megjithëse ju s'keni faj se një herë në 9 vite që Jo, fitoni me ne, futbollin mos këto e diferencat ftoni. e vogla e diferencojnë, ë? Se nuk tani në këto gojë që kanë ardhur s'ka shumë diferenca. Ora të kesh Neuerin, por nuk është diferencë vogël, është goxha diferencë madhe. Po, e Se vërtet, po, tani edhe golin në me lojë zgjela janë atynte. Gjëra vogla që bëjnë diferencën. Ti je goxha tifoz e futbollit. Si mund fusësh 11 adoleshent pa pjekur? Ti fusësh në lojë dhe thoni luni dhe jep trajner Arbeloan. Bëhet ajo gjë? Duket që jo. Qartazi Bayerni në fushën e lojës kishte një strukturë loje dhe dinte si ta nxirrte topin nga mbrojtja nisë sul. kompanie, nuk është Kurse Arbeloa. këta të kap top mbrojtje biri parë sholla pe ka Mbappéja. Kjo është loja Po e jonë. di ti që ai ka zgjedhur këtë strategji dhe ndeshjen e kthimit fut lojtarit me eksperiencë. Ku kena me eksperiencë ne na kanë gjim eksperiencë. Ato që keni. Ai ekip me burra që kishim ne Casemiro, Modric, Kroos, Ramos, Ronaldo, Iku. Keni diktatorin. Kemi i Vinicius që çan, kemi një Mbappé që luaj neshën 15, kemi një mesfush Marta Gyllerën që neshën ndaja zhduket. Edhe Mbappén po e ka ai Muriqi avash avash. 2 gola Iku. Muri që ju kapi dhe ju. Dgjoj, Ju glamëroi Pirati dhe Juve. Argumenti është i mirë, nuk është i keq. Po jo mund ky drejt. argument jo godet më shumë atë se ai po e kap Mbappén kurse Muriqi ka kaluar Mali me shokët atit. Po, ka një problem që unë vjen 9 pikë para kampionatit. Kampionatin merreni. Kampionatin merreni. Pritani. Është një njeri që vuri bas me mu, me jetën e vet që do marrë kampionatin këtë vit. I thash pris se ka kohë dhe ja ku është. Patëm ndërlikime rrugës. Mirë. Ti beson tani te kualifikimi i Bayernit? Me shpresën se po. Me shpresë, nuk është e sigurt. E ke pa që ka filluar një
Nuk po them fushat, po tifozët Barcelona Real janë bërë bashkë duke thënë që do bëjmë remontadë. Ore, prit, nuk është e sigurt që do fitoj Bayern në nesër e Po këtij. nuk është ishte e sigurt. Kam Kishte frikë. mbaruar loja. Pse ke frikë? Më, po tani kam frikë më. Çfarë të bindi te Bayern në nesër e parë që ke frikë e dyta? Po si dihet më emocionet, presioni. Ku i dihet? Nuk është Neuer në formë. A, fa ti për të së Jo, morë Reali prap. ideja ti është pretendon që ne mjafton, po, ne mjafton që duam rezultatin, ne kaq na mjafton. Unë them që Bayern në fundja 4 në aty. Jo, ore Reali Champions League shndrohet. Jo. Ja, prit. Ka pat momente të tjera ku ka qenë jo favorit dhe kanë dalë kanë fituar ndeshin. Me kë lojtar ka qenë kështu. Me kë lojtar, po tani Reali ka qenë, është Reali. Jo. Mos e ngatroni gjërat miku im. Është fanella, o man. Po pra, është fanella dhe fanellën Shqipëri Shkodrën që po e marrë vetë parë, po e marrë ca tipa si Krymi, si Dodaj, si Kallaku që e din fanellën dhe janë dhe me eksperiencë. Kurse Viniciusi të luan një ndeshje në 15. A ke pat këtë edhe 3 vitet e kaluara ti? E kam pas, po ky ka pasi Benzema që ndër sulmi që lutem më mirë, ka pasi Bellingham që ishte më tërkohës aktiv. Nuk jash më njëta skuadër. Jeta evolon, futbolli evolon, mosha rritet. Dhe për këtë arsye miq tanë që po na ndjekin. Po tani fikim është kjo. Jo më çfarë fikim? Un po, e dikush halli, po përpiqem t'ju bind juve që Bayern do mori letë të neshje. Ktu është shqetësosja. Po tani mirë se mendoj kështu për ne. Si çka ka ndodhur me ty Mantho? Kush ai Mantho pas udhëtimit Greqi, pas ka ikë euforia? Po nëse do flas për përqindje, sa përqindje jep kualifikimit Bayernit sot që flasim? 60-40. Bravo, po. 60-40. Ju të dijeni të smur. Pra, i merrani të smur. Ai tifoz reality. Është 80% Bayerni, 20% Reali. Tush. Unë them jo. Mirë, më në rregull, okay, ti Po mirë, faleminderit. nëse bën gol e para Reali, sa ndryshon? I fut 3 Bayerni mrapa. Okej. Vëllai fut 3 Bayerni mrapa. Po ti faleminderit, po ky mos po e bën. Nuk e di pra, po bën nga ato viktimizimet para kohë. Jo, me vërtet tani ose kam një problem unë. Jo, ti e problem duket. Ja, u po jap një premtim, është ora 7, për 2 orë luan Barcelona. Por ai djali që shikon aty mbrapa, Yamal, do bëj spektakle, do kaloj Barcelona. Unë nuk them si ky që do eliminohen. Unë them do kualifikohen. Po më fal me kesha ime. Bërtas pak. Po normal që nuk thusi unë se Barcelona jote ishte me minuta më pak në Atletikos dhe e myti prapë me lojë. 0-2. Po ha pra tash. Por ti ishe 2-1, unë jam 0-2. E myte me lojë jo zotri. E kështu përdisni në familjen e juaj. Kështu pse fai më për herë. Kjo është më pakta. Shife Yamalin ta mposhti harambollin e Simone sot. Ti beson te Barcelona? Po më fal tani ti pretendon që Barcelona do kaloj? Po, e grin Atletikon fare. Ore, po gënjen? Ti si e ke mirë. Ore, Barcelona e myti neshën e parë Atletikon, edhe pse Atletico ishte me minuta më shumë në fushën e lojës. E myti Barcelona. Mos më është kështu me thënë drejtën. Ose s'marrë vesh ka futboll. Unë do vit bas publik me këtë njerëz. Unë do vit bas publik me këtë Shanset njerëz. i ka, me thënë drejt shanset i ka. Po prit tani se luan kampionat spanjoll, e një rivalin e vet i ka bërë para një viti ka bërë 4 gola në Madrid ndaj Atletikos, doli 2-4 ndeshja. Mund të bëj edhe 3, mund të bëj edhe 2. Çfarë bas publik me Vjusanën unë tani? Ku diu? Unë them Barcelona e kthen dhe Bayern kualifikohet. Ti po del kundër ekipit zëmrës tënde. Pra Po tregojmë realist. Po tregoj realist ai. Okej, ai është në rregull. Okej. Ky njeriu është tifoz i Bayern dhe ka frikë për Bayern akoma. Tani asgjë s'është e sigurt në futboll. Ke një super Olizen Kradia. Tani ne jemi kampionat shqiptar fito skuadra që është në vend fundit me të parën. Ja, këtu ndodhin ca gjëra çuditshme. Këtu të le portieri neshje gjatë lojës motra ime. Këtu nuk kemi normal. Kështu që kurse këtu është më normale gjëja. Nuk e di, më çudit shumë. Mantho, dhe hapim varin. Vjosana. Po. Çoç dihet që futbollistët janë pak lëvizur, ku diun, janë. Shkreta mund sa e më nga thënë këtë deri. Taksirate votër. ta shtroj si Mantho që i thon kemi dëgju. Nga të tjerët kemi dëgju. Zdim gjëne. Tani, plus që kë regjimi ushqimor, regjimi i gjumit, to gjërat. Pyetja është thjesht. Sa e vështirë është thjesht në lidhje me futbollist? As e lehtë është, as e vështirë shumë nuk është. Nëse ke durim, unë nuk shjuem shumë për durim, po do t'i Arditi ma ka shfaqur këtë të vetja, nëse ke durim, nëse ke mirë kuptim, çdo gjë arrihet. Pastaj edhe dashuria diskutohet. Janë ç'a janë? Jo, sa e vështirë është. Apo? I që janë të lëvizshëm atë vetë dorën zjarë të dy po. Po nuk janë gjithë njësoj, Edhe unë fillim kur isha njohje me Arditin, këtë kisha shumë me frikë le të them kështu ose nuk doja ta njiham për më tepër se futbollistët quhen si të tillë.
Duke qenë më afër edhe fushës ne dhe afër lojtarëve dhe kemi udhëtuar me disa ekipe dhe i kemi parë si që shtek, po që nuk janë të gjithë njësoj. Arditi më ka bindur të paktën, e ka krijuar të besimin tek unë. E ka kriju besimin? E kam kriju, po. E ka kriju? Po. Ja ke Instagramit? Po. Jemi rregull miqtë e mi, beso dhe kontrollo. Jo, mua pëlqen me mënyrë si të madh i thotë, ja ke Instagram se nuk kanë provë, evidencë. Po pra. E disa njofun. Ka një problem se kjo historia gjithmonë është gjuhë nga një krah, nga Vjosana gjithmonë. Po Arditin e pyet njëri si është jeta me gazetarës, edhe për atë. Po pra, bravo. Edhe për atë duhet të Bravo. jetë diçka ndryshe. Shiko, Arditi duhet është jam i sigurt që është aq falenderus që sa shkon aty në stadium ngre kokën lart shef të yllin tribunë, Shumë falen e me vet. vërtet. Këtë ma thot, po. Jem rregull miku. Ta thot? Po, ma thot. Çeka romantik. Pas Komplimente miku im ke përsëri. informacione. Jo, romantik jo, po ma thot. Ku e njohur ti me Arditi? Këtë nuk e dim. Ku jam njohur Stadium? unë? Po sa një stadium të Lëndon. Të stadium Arena Demave? Po. Shikoj Që ne ishte na ka ra vllaznia më duket. Na ka ra vllaznia? Jo, ka ra Partizan. E mi pak të gjysmat keqes. Po si tani du detaje tani. Unë kam qenë te Panorama një herë dhe kam marrë në Skype Arditin nga qenë në Bielorusi. Ku ka luajtur atje me Shaktarin. Po. Dhe mbas asaj periudhe erdhi pastaj në u rikthyet te vllaznia mbas eksperiencës atje. Dhe ishte era ime e parë që unë Arditin e takoja live dhe ai mua. Thjesht kemi pasur Arena Demave. Instagram. Po, mbas ndeshjes, ajo ndeshja ka përfunduar 4-1. Këna rap në vllaznin 4-1 në Arena Demave? Ma ke mban mend me minuta atë ndeshjen. E mbaj mend, ishte ndeshja jo e mirë që ka bërë Arditi, gaboi aty. Edhe ka qenë shumë, domethënë, e ka pas mendje shumë E pranoj që e mori me njën ti? Jo, po prit pas se unë tani pjesën e dytë erdha edhe takova mbas ndeshjes ku po prisja lojtarët i merran intervistë, siç i presim gjithmonë. Edhe Arditi më dha dorën, përshëndetje Vjosana, përshëndetje Ardit, mbasi u largua Arditi, nuk më dha dorën, por u afrua pak më shumë, më përqafoi. Edhe aty thash, kujdes pak se jam në orar pune, këtë të lutem. Prit, mbaj mend. Kjo fjalia, ju që na ndiqni edhe gocat e ti. Kujdes se jam në orar pune. Tregonte që je mirë vlla, po prit dal nga orari zyrtar? Apo B, nuk dua. Tani ne nga orari zyrtar s'dalim kur. Delti si delti. Çe ka ja, bravo Ardit, që nuk të ka shpëtuar. Bravo Ardit, komplimente miku im. Si me shpeshon që është, ka pa mirë vizion. Ka Sa e pa bukur, ja. Unë e dija që do më shkruan dhe Jam orar zyrtar. Më takon Instagram për detajet të vërtetshme. Se ja dhe krimi dhe afirmitetin. Çfarë të tërhoqit e krimi? Do ti vetëm për këtë temë. Deri tani ishte kështu, sa doli tema showbizi, lidhje dashurore. Ore, shkoj erdhi qerja. Shiko, se për herë të parë vlla, tani as do përfundoj keq me to muhabete. Për herë të parë po flas me një gocë që ka shkuar në lidhje serioze me lojtarin. Gjitha tjera. Tani. Po, e para një Arditi e mori shumë me avash të më bënte për vete. Do më thënë kryoj një herë besueshmërinë tek unë 3 muaj një herë derisa u bë takimi i parë. Ka fol 3 muaj rresht? Mbas 3 muaj u bë takimi. Sa bitesh ka shumë burr? Po tani, priti çik avash se. Edhe pastaj e kam pasur të vështirë me Arditin mbas 3 muaj. Pse po ti pse? Tani mbasi bëri për vete bënte çik vështirë në Arditi tani. Arditi sheka! No ball. Alfa, për ulemi para Arditit. Ai e di loj. Aura, i shindë miku im. Ai e Arditi sheka lor të vlla. Tani më ndish ti mua. Imagjino, ka thënë, unë kisha ditëlindje. Edhe më thot mua më 12:30 natës pas këtë ditëlindjen. E dinte shumë mirë. Kishim disa muaj që flisnim, pas këtë ditëlindjen thot. Shifë çuditshme janë femrat. Nëse bëra ndjek, do të bëjmë shok. Ore, shok, do i marr këshilla, do marr leksione. Të shku me lapsi letër. Po shisa çuditshme janë femrat. Shisa çuditshme janë se e vuaj shumë të ky podcast do bëhet podcast showbizi, po çon se ka kjo. E tërhoqi kur ai nuk i ra mendje për ditëlindjen. Feni ka çuditshme mirë. Se si kuptoj dot se na nxit jetën. Ja pas kanë nxit. Ai pas ka prit gjithë jetën për këtë temë. Se na nxit jetën valla. I shkoi 3 muaj mbrapa, kur nuk i ra meja për ditëlindje, ta ky është i duri. Këtë dhe pik ta kjo.
Ma tha mos do. O zoti i madh. Kena bëj shprehje, ta lë mikrofonin Jo, ma, lirë. po. Jo. A Tani. ka ndalluar ndonjëherë kështu plane për futbollin? Mërzit ndonjëherë me këto? Po. Keni lënë për dalë ka thënë mos. Jo vetëm për darkë, Ose edhe viti. udhëtime. Po jo, s'ka si anullonë sa i ka planifikuar, si ti ka anulluar. Po pra, po për shembull ja, do iknim vjen e vjet. Pse pas ka histori debati çift më duket të. Si të qesh? Oj, pas ka debat të çift. Çfarë ka ndodhur? Histori gjithë. Ja në tjetër Eni Çobani get ready. Çfarë ka ndodhur që krimi s'ka lënë ti, nuk ka lënë. Ka prishur punën ti që në vjen? Tani ndeshja flamurtare ishte në datën 23. Aha, ka ndryshuar. Në kalendar ka ndryshuar data në datën 24 edhe ne na u doq fluturimi edhe hoteli edhe gjitha. Tani ti Edhe i prem prap në javës tjetër. Për sa kohë ja Se përmendë? do ikja unë. S'bëhet fjalë. Ja përmendë një javë rresh mëse, po? Jo, se i prem prap. Po pra, Ja, përderisa ja i preu përmenda prap. 24 orë. Kam mjaftuar 24 orë për të mbush mendin. Kush e di sa ulërima ka pas për infraksion për 3 orarësh. Cili është një zakon i arditit që nuk e din shumë publiku, diçka që e bën. Arditi punon shumë. Do të thënë Individualisht. Po, individualisht është non-stop i fokusuar në futboll edhe këtë i kam thënë që do të thënë të dalin intervista si ka shumë qef intervistat. Si ka qef? Jo, nuk i ka shumë qef intervistat. Këtë do bëqe. Do të thënë është shumë diskret në punën që bën dhe thotë këtë e bëj për veten time, nuk ka nevojë ta di askush, kush ma di, e jap maksimumin tim në fushë edhe kaq. Por që bën shumë. Servitet përveç servites me ekipin, servitet dhe individualisht për ditë, deri në orën 11 të darkës është në palestër, Deri një mban mënyrë regjim. palestër? Po. Të merr malli motor? Po çfarë bëjmë, mollë, çfarë bëj? Jo, edhe unë jam gjatë gjithkohës me aktivitetet dhe punët e mia, se po mos isha marrë me punë, besoj do ta ndjeja pak më shumë atë mungesën e arditit. Kisha një periudhë që ndjeja pak e qetë dhe aty filluan pastaj ato zënkat edhe gricjet, se normal unë isha ria kot që Ku je? Pse s'po kthen? Ai Jo, të jo, jujtë jo. për shkret. Të lutë futboll. Po që i them arditit, 60%, 70% ka vllaznia, 30 unë. Shumë pas ka dhënë vllaznis, më unë isha dhënë 50-50, më të kisha Po, marrë 51 për po vete. s'ja kam vënë, unë si të kisha vënë. Çeke Floriti. Sa pas ke vujt Tani, Shakir. aty të vllaznia kam qetur, kështu që vllaznia më ka dhënë mu 30. Na. Vllaznia ka dhënë mosi. Tani kush më shumë xhelos, ti apo ai? Ti për atë apo ai për ty? Se ti e di modër futbollistët Arditi është xhelos. për ty. Po. Për ty? Unë jam po se shpreh. Kjo jam se shpreh është shumë e frikshme kur ta thon. Jam po se shpreh ndërkohë ka pasportin e Instagramit. Ndërkohë ka pasportin e Instagramit Arditit. Po, ai pasporti ka ngel kështu se ndryshoj Arditi telefonin po edhe ti ka a ke ngel dhënë Ardit gabimisht. pasportin tatë Instagramit? Jo! O knaqa! O knaqa! Po e përgjigje këtë sa jo. U lexua në sitë e saj, u lexua në sitë e saj. Jo, sa do thoshte, do ja japër? Sa që kësonte në shtëpi Arditi. Ha, do të japësh Arditit se... Megjithëse, jo, pse të japësh mirë ke qendro stoike. Ore, Por krau mua nuk ka qofti. fare. Ti nga krau kujtje? Më pëlqen që e ka kështu triqe mos e kput. Më pëlqen. Për mua nuk ka fare rëndësi dhe Instagramin se dhe Instagramin se po deshe O, pse mor Instagramin ti pra? Me çfarë ka rëndësi? Ma tho. Po e gjena Po faj po shumë bukur. Do shkoj në pafundësi me sa Po, duket. flasim Çfarë pastaj. do më shumë krenare për Arditin? Ah. Po që sa ka thënë publikisht. Po unë ja them për zotin gjitha çfarë më bën krenare ja Jo, them. publikisht nuk e ka thënë. Publikisht çka kam thënë. Jo, vazhdo. Zoti i madh, s'kam. Flas. Po fal. Ore, më fal, kush është lidh me Arditin e ti? Mos e ti. Ardit. Më shumë. Ore, kam dy veta për Ta pa Instagram e Arditit. Bëj pyetje për Arditin, edhe është gati. Jo, po merr një pyetje tjetër. Po vazhdo përgjigju. Mirë, fal. Më bën krenar shumë djali që ai është me këmbë në tokë, me karakter, durimi që ka edhe me mua, edhe me jetën që e rrethon aty në futboll. Po, domethënë, te Arditi përgëzoj 100% durimin që ai ka, sidomos në fushën e futbollit ku ka shumë intriga, pafund. Dhe unë personalisht nuk do i duroja dot. Por që afërsisht janë dy botë afërsisht të njëjta si media si futbolli, por që nuk e di pse më duket shumë më toksik ai. I Pas ke futbollit. du shumë gjëra që thu. Po tani. Jo. E pash kur ta fjalin trik që Të duket gjë si mjek ty Më të pëlqen shumë që i vë shumë fokusin në karrierës. Arditi është 29 vjeç tani,
dhe disa vite karrierë në futboll, absolutisht sa më gjatë, inshallah, sepse mundohet çdo ditë, por që unë mendoj që nuk ka marrë atë që meriton vërtet nga kampionati shqiptar. Këtë e mendoj. Në aspektin që çfarë ka ngelur mangut? Në vlerësimit dhe çdo gjëje. Domethënë mendoj se duhet të vlerësohet apo të ishte vlerësuar më shumë. Bukur. Tani. Çfarë? Jo, kjo nuk është vetëm për Arditën, është edhe për disa lojtarë të Po tjerë. sigurisht. Që vërtet kanë dhënë maksimumin këtu, por që Çfarë i premton Po bie Vjosana? telefoni, mos do të Arditi. Arditi. Por informata që po flitet. jo. Çfarë i premton Vjosana publikisht Arditit në rast se ai del kampion me vllaznin? Çaj premtoj unë? Po. Po Arditi mua më, se unë Arditi fitoj ty. gjë. Po ti do ta motivosh. Mirë, tani Për shembull, Arditi solli një medalje. për shembull, ku ti një premtim do ishte edhe një bebi i bukur. 29 vjeç është fiks bosi. Po. E lexova me një duket. Unë Ka jam se smenje. edhe unë e kam dëshirë këtë absolutisht diskutohet, krimi një familje, por që në një moment që ne të dy stabilizohemi, sepse është shumë e vështirë kjo jetesa sa ndaj këtej, sa Tiranë në Shkodër, duhet stabilizohemi një herë, futbolli ka çikto, nuk stabilizohet kurrë. Pse si jetoni? Ma ndaj pak si jetoni. Tash kjo pyetja si jetoni është e dishme, po. Ne në Shkodër. Unë shumicën e kohës që ndër në Tiranë se kam punën, Arditi vjen në Tiranë, shkon në Shkodër, është pak më në lëvizje se unë. Tani mashkulli të takohet që të jetë lëvizje. Ke gjë për shtu më? Nuk, unë kam shumë pyetje, po do t'i bëj jashtë kamerës, do sa të më fash. Do hapi një podcast. Arditi po këtu. Një podcast që quhet nuk e di, do të gjejmë një emër. Dashurinë e futbollistit. E gjeta emrin. Ju sa të nderojmë, Ardit na fal për atë që folu këtu. Do mbi telefoni është privat. Me thes kodran. Gjë këtu. Zemër s'kam çfarë bëj, zemër, nuk kam çfarë bëj. Vjosan, shumë faleminderit. Faleminderit juve, ishte shumë Ishte shumë kënaqësi. Kënaqja shumë. Të humb të Bayerni, të fitoft të vllaznia. Tu thaf të goja. Ándale.